ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن كم ذا تقول مجمل ومؤول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاة وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ska dyshim se të gjitha lavdet dhe falënderimet e takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allahu xhalla wala qumi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit. Kemi përmendur se dituria më e mirë është dituria për Allahun subhanahu wa taala, e prej rrugëve e cila rrugë të çon drejt Allahut subhanahu wa taala dhe njohjes së tij në përpikmëri është dera më e mirë, e cila është dera e akides, e cila derë ta mëson besimin, ta mëson se kush është Zoti yt dhe ta mëson atë madhështinë e madhe që ti duhesh me pas në zemër për Allahun subhanahu wa taala, për ulësinë, devotshmërinë, nënshtrueshmërinë, frikën, dëshirën dhe urrejtën e pas këtë komplet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kjo derë është dera e madhe e akides, besimit për të cilën derë dhan mundin më të madh ata të cilët ishin para nesh, e të parët prej tyre ishin sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ata pas tyre derisa këto transmetime arritën në mesin ton, ku kem mundësi me mësue fejen e Allahut subhanahu wa taala me transmetime të sigurta për atyre burrav të sigurt të cilët e kishin dert Allahun subhanahu wa taala. E përmendëm në dersën e kaluar se Allahu subhanahu wa taala nifet dhe mund të arrish njohjen e Allahut azza wa jall nëse shikon në krijimtaritë e tina, nëse shikon në madhështinë e krijimit të kodrave, maleve, nëse shikon në madhështinë e krijimit të deteve, që vetëm Allahu subhanahu wa taala e din se kur Allahu i ka kriju ato dhe deri sot dhe deri në Kiamet ato nuk prishen. Nuk prishet uji i deteve dhe oqeanave. Nëse ndalet një mendje e shëndosht, një mendje e cila dëshiron ta arrijë synimin për të cilin Allahu azza wa jall e ka krijuar, dhe ndalet me e menue vetëm krijimin e deteve, se si ka mundësi që sa vite të shumta janë krijuar ato dete, ai uji asnjëherë nuk është prish. Asnjëherë nuk e ka ndryshuar vendin e tina dhe asnjëherë nuk e ka ndryshuar as shijen e as ngjyrën. E ku ma dy dete të cilat takohen, uji është i ndryshëm, mirë po nuk përzihen mes vete. Pasha Allahun nuk ka në to ndonjë pengesë që unë apo te apo njeriu mundet me e pa me sytë e tina. Mirë po është ajo të cilën Allahu e ka vendosur për mos me u përzi ato dy dete dhe i nënshtrohen urdhrit Allahut subhanahu wa taala dhe nuk bashkohen. Ato takohen, mirë po nuk përzihen mes vete. Dhe se nëse njeri nalet dhe i shikon këto krijimtari madhështore të Allahut azza wa jall, nëse e shikon qiellin se Allahu azza wa jall e pas ka bo mbuloj për neve, dhe se prej qiellit po zbrit ka Allahu shi, e prej atij shiut i cili bjen në tokë, e tokën e ka bo Allahu shtrat për neve, dhe e ka bo vend ku bind për neve, e ka bo vend ku ne ushqehemi prej saj. Nëse e shikon këtë krijimtari madhështore, do të nënshtrohet zemra, mirë po me shikue me synimin e arritjes së të vërtetës, me synimin e nënshtrueshmërisë së zemrës për Allahun subhanahu wa taala, vallahi do ta gjen robi. A nuk e përmendëm fjalën e atij arabiut, atij beduinit, i cili kur i than disa persona se filan personi nuk beson se ekziston Zoti, ai tha, a jeni të çmendur ju? A nuk im mjafton se bajga dëshmon për devën? A nuk im mjafton se bajga po dëshmoj ka për devën? E kjo krijimtari madhështore nuk po dëshmoj ka se e ka një Zot i cili ka krijuar gjithçka në përpikmëri, e ka një Zot i cili i rrin gati asajna, e ka një Zot
i cili kujdeset në përpikmëri që mos të ndryshon diçka, mos shkatërrohet diçka. Edhe se kur gjë nuk guxon me lëviz pa urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. A nuk e shikojnë natën se si e njeh ditën dhe se si dita e njeh natën? A nuk e shikojnë se prej shiut bimet e ata u shehen? A nuk i shikojnë yjet se si Allahu azza wa jall i ka bëu krijesa me të cilat njerëzit në tokë udhëzohen, i gjojnë rrugët e tokës përmes shikimit në yje? A nuk e shikojnë madhështinë dhe bukurinë e hanës dhe madhështinë dhe dritën e madhe të diellit, edhe tu nënshtrohen zemrat atyre? Dhe për krejt këto Ibn Kathiri në tefsirin e tina e tha një fjalë shumë të madhe: al-khaliqu li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiqu lil-ibada. Krijuesi i krejt këtyre gjërave, i krejt këtyre krijesave madhështore, është ai i cili është më meritori që të adhurohet. Ky është Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili na ka urdhëruar që të adhurojmë vetëm Allahun tabaraka wa ta'ala. Asa dije se me njohjen e akidës besimit të ehli sunetit dhe xhamatit, ti kime e njoft Allahun subhanahu wa ta'ala në përpikmëri. Wallahi nuk ka mundsi një zemër e cila e njeh Allahun mos t'i nënshtrohet atina. S'ka shans një zemër e cila e njeh Allahun për një me, vetëm se do ta gjesh atë zemër duke pri në punë të hajrit, në punë të mira, në punë të cilat i ngrisin derexhet të Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdimisht. Dhe për këtë arsye, dituria më e dashur duhet të jetë dituria ajo dije e cila neve na i mundson me e njoft Allahun subhanahu wa ta'ala. E adhurimet të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar neve që t'i bëjmë vetëm për Allahun tabaraka wa ta'ala janë të shumta. E prej tyre i përmendi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, tha: sikurse Islami, sikurse imani, sikurse ihsani, për krejt këto Allahu azza wa jall na ka urdhëruar që të pajisemi me to, sikurse duaja të jetë vetëm për Allahun azza wa jall. Kur të lutsh dika, lutë vetëm Allahun. Kur dosh me lutë Allahun dhe prej tij shpreso. Mos lut gur, e druj, apo njerëz të vdekur, apo melaçe, apo pejgamber. Ato janë kot. Në dorën e tyre as nuk është dami, as dobia, por në dorën e Allahut azza wa jall është e tërë çështja. Dhe se robit nuk i takon që ta lut dikon tjetër përveç se Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj është frika dhe nuk i takon Allah, nuk i takon robit që ti friksohet dikujt ashtu qysh i friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe se kjo është prej adhurimeve madhështore, dhe se kjo është prej veprave të zemrës. Veprat e zemrës janë çështjet më madhështore të cilat e peshojnë mos rani, peshojnë tek Allahu subhanahu wa ta'ala, peshojnë e veprave të mira. Pastaj është shpresa. Nuk guxon robi me shpresu ndikon tjetër ashtu që shpreson në Allahun azza wa jall. E tërë çështja është në dorën e Allahut, e tërë çështja e jote dhe e jamja dhe e robërve dhe e krijesave dhe gjithë shkafit këtë dynja dhe në ahiret është në dorën e Allahut azza wa jall, dhe se leje zemrën le shpreson tek Allahu subhanahu wa taala. E shpresa më e mirë është që Allahu ka më të falë një ditë. Shpresa më e mirë është që Allahu ka më të bëu ty prej banorëve të xhennetit. Shpresa më e mirë është që Allahu ka më të apru një ditë ty e një rast që ti në qëto momente, në qëto raste kime fitu e knasinë e Allahu subhanahu wa ta'ala. Shpreso tek Allahu se Allahu i dënë shumë ata të cilët shpresojnë. Nuk ka mundësi me e marrë shpërblimin e veprës ai i cili nuk ka shpresue në shpërblimin e asaj vepre. Nuk e merë. Apo mundet me marrë diçka, por nuk mundet me marrë shpërblimin e saj të plot. E merr shpërblimin vetëm të veprës çka sa ka bë. Ama nuk mundet me marrë shpërblimin e plot të cilin shpërblim e ka caktuar Allahu azza wa jall për atë vepër, nëse nuk ka shpresë te Allahu azza wa jall. Nëse nuk ka shpresë te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj at-tawakkul, mbështetja ju Allahu subhanahu wa taala, dhe se dije se kjo është vepër e zemrës, dhe se në këtë vepër shikon vetëm Allahu subhanahu wa taala, dhe se nuk ka mundësi asnjë prej njerëzve me ditë këtë vepër. Vetëm Allahu e din se sa
është sasia e saj, përqindja e saj në zemrën tonë. Mbështet jo Allahu Azza wa Jall në çdo vepër, në çdo gjë, jetën tonë leje mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Prej veprave më madhështore. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah. O ti Muhammed, e ti kur të përgatitesh dhe i ke marrë sebepet, mbështet ju Allahun subhanahu wa taala. O musliman, kur e merr një vepër me veprua, kur i merr sebepet, kujdesu për sebepet se i kena farz. Ama kur ti merr sebepet për një me, mbështet ju Allahut, vallahi kime pas kryt rahat, kime jetu jetën rahat. Edhe se Allahu Azza wa Jall ndorën e tij tash është çështja. Mos u mërzit më për atë punë, vetëm mërzitu se ai ke marrë sebepet që çdohet, ai ke niyetin për një me. Ai ke marrë punë, që ai kiti obligim, ai ke marrë të gjitha, ai ke vendosur të gjitha në vendin e vet. Nëse i ke vendosur të gjitha në vendin e vet, ashtu që çdohet, mbështet ju Allahut edhe mos u mërzit më. Ai i cili është i mbështetur plotësisht në Allahun, nuk ka mundësi me u mërzit zemra e tij. Mundet me u mërzit vetëm kur largohet një i dashur prej tina. Që aty mundet me u mërzit robi, sa ajo është mërzi të cilën nuk mundet me kontrollu e zemra. Sa është mërzit edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sa i tha Ibrahimit, wa inna ala firatika ya Ibrahim la mahzunun. Na o Ibrahim, djali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na vërtet me largimin tën prej neve, na vërtetin a mërzit. Vërtetin a mërzit, zemra mërzitet, e syri lëtën, mirë për nuk themi diçka vetëm se çka e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Pse nuk themi kur gjë? Vetëm se çka e kënaq Allahun, se ju kina mbështet Allahut Azza wa Jall me mbështetje të plot, edhe se mërzia është e kësaj dynjaje e disa çasteve, ama ajo mërzi kur e kujton takimin, e çaj takim në ahiret don mbështetje. Që ti mi u mbështet Allahut Azza wa Jall, me i marrë sebepet dhe mi u mbështet Allahut, se një ditë ka më të bashku Allahu Azza wa Jall me qëta që të ka ndonë në dynja. Kjo çështje don mbështetje. Edhe mbështetun Allahun Azza wa Jall për çdo sprovë që të ka ardhur. Mbështetun Allahun Azza wa Jall për çdo punë që të e nis drejt Allahut subhanahu wa taala. Mbështet ju Allahut, edhe kur do ish me u largu prej haramave. Nëse ka mundësi që robi nuk mundet me elani haram, merri sebepet për një me. Edhe se mbështet ju Allahut Azza wa Jall me mbështetjen më të mirë. Edhe se kujtoje se Allahut ata të cilën e ka përgatit për tyje në ahiret është shumë më e mirë se sa çajo të cilën po të nxit shejtani ty me bo, vallahi ka më ta mundsu Allahu Azza wa Jall, nëse je i sinqert me Allahun, ka më ta mundsu Allahu subhanahu wa taala ty dhe mu me u largue prej harameve dhe prej cytjeve të shejtanit. Ka më na udhëzu Allahu subhanahu wa taala në ato e cila është më e mira. Mirë po, veprat dojnë mbështetje në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ar-raghba, dëshira, me e pas dëshirë ata të cilën e ka dëshirë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ar-rahba, me pas frikë çdo herë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj wal khushu', me qenë i përulur, me qenë i nënshtruar në veprat të cilat ti i bën me i pas me përullsi, e që ajo përullsi e zhduk me një madhësien. Që ajo përullsi e përsos veprën, se besimtari, kur e bën një vepër e përsos ata. Ama nuk ka mundësi me e përsos që ata, nëse nuk i njef që të pika. Nuk është e duhur, nuk është pa tjetër që ti me i njoft një ka një, dhe me dit argumente për to, se nuk janë të gjithë të obligu me këtë pikë, me këtë çështje. Kemi përmenë se dituria është dy lloje, është farz. Mirë po prej saj në ndohet farz ain dhe farz kifaje. Farz për çdo njonin dhe farz i përgjithshëm për muslimant. E që farz i përgjithshëm për muslimant është me i njoft këto pika veç e veç. Mirë po zemra jote duhet me i dit këto patjetër. Me i dit që kur të mbështetesh me u mbështet vetëm Allahut Azza wa Jall. Edhe se nuk lejohet me ju mbështet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Ka pas prej selefit, prej sahabëve që s'kan ditë diçka tjetër përveç se Fatihan dhe kul huwallahun. Dhe çashtu ja kanë dhënë shpirtin Allahut Azza wa Jall. Ka disa transmetime që Khalid ibn Walidi, Saifullah, shpata Allahut Azza wa Jall, s'ka ditë më shumë se sa Fatihan. 7 ajete i ka ditë prej Kur'anit. Mirë po, tregom, a ka pas mundsi që zemra e Khalid ibn Walidit të mbështetet dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, që të shpreson në dikë tjetër përveç se
në Allahun subhanahu wa taala, që ta lut dika tjetër përveç se Allahun subhanahu wa taala, ti friksohet dikujt ashtu siç i friksohet Allahu azza wa jall, kurrniher hiç. Kurrniher hiç, për shkak se zemrat e shpirtrat e gjithçka që kanë pas, ja kanë fal Allahu azza wa jall. Wattaqullah wa yuallimukumullah. Keni frikë Allahun subhanahu wa taala, Allahu ju mëson juve. Keni frikë Allahun subhanahu wa taala, Allahu do t'ju mësoj juve dhe do t'ja udhëzon rrugët drejt asaj që Allahu azza wa jall në ato rrugë e ka caktuar kënaqësinë e tina për robrit. Pastaj al-khashya është frika, mirë po është frika me dituri. Sa ma shumë që ki dituri për Allahun azza wa jall, çaq ma shumë do të friksohesh prej Allahut subhanahu wa taala. E frika prej Allahut është prej veprave më madhështore. Frika prej Allahut subhanahu wa taala është prej veprave më madhështore. Dietarët e muslimanëve kanë marrë shembull një plumb dhe kanë thënë se robi i përngjan plumbit kur të nisë drejt Allahut azza wa jall me vepra, në anën e tij të djathtë është frika, kurse në anën e tij të majt është shpresa, dhe se nuk guxon me pas rëndësi ka njëna anë, duhet patjetër me qenë të barabarta, edhe se në kokën e tina është dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Dashuria, ajo e cila është koka e çdo vepre. Koka e çdo vepre, dashuria nxit për vepra, sabri të ndihmon me i kryer ato vepra. Frika dhe shpresa të ndihmojnë me i përsos ato. Parulësia ta mundson që ti me e arrit shpërblimin e plot për Allahun azza wa jall. Pra këtë këto vepra ty ta mundsojnë që prej një vepre të cilën këtë kjo dije ta mundson që prej një vepre të vogël ti me përfitu të Allahu subhanahu wa taala shumë. Andaj mos e anashkalo një vepër e cila është sa do e vogël ti, mos e anashkalo, se anashkalimi i saj është shumë i dëmshëm, për shkak se çajo vepër sa do e vogël ti, kur e mendon se për ka është duke u vepru, ajo bëhet madhështore. Kur e mendon se për ka është duke u vepru, ajo është madhështore. Ajo është adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Çdo vepër, qoftë e vogël apo e madhe, është adhurim, dhe se robi duhet të kujdeset për veprat e tina. Pastaj e kam përmend el-inabe, kthimi tek Allahu azza wa jall me pendim, me u kthy te Allahu subhanahu wa taala, dhe se me shpresu që vetëm Allahu është ai i cili e pranon pendimin. Me u friksu prej harameve të cilat apo prej gabimeve të cilat kena ra, dhe me u kthy te Allahu azza wa jall me pendim, me u kthy te Allahu azza wa jall me nënshkrueshmëri, duke të ardhur keq për gabimet të cilat i ke bë, për ato të cilat i kena bë me qëllim, apo për ato të cilat i kena bë pa qëllim për kanë dalë gabim, me u pendue për të gjitha veprat të cilat i kena bë në këtë dynjë. Mos e le, mas shpinë pendimin, për shkak se arma kryesore me të cilën don shejtani me i devijue robrit e Allahut azza wa jall është harresa e pendimit. Ai i cili e ka harru pendimin e ka harru Allahun azza wa jall. Kush e ka harru pendimin, ai se ka frikë Allahun azza wa jall çu dohet. Kush e ka harru pendimin, ai ka mangësue shumë në adhurimin e tina për Allahun subhanahu wa taala. Ai e ka smu zemrën, për shkak se gjunahet e prekin zemra me njolla të zeza, dhe nëse vazhdon duke u njollos zemra, ajo smuhet. Edhe ai ka me shku te Allahu azza wa jall nëse vdes në gjendje me zemër të sëmur. E çka tha Allahu azza wa jall, kush ka me shpëtu para Allahut, illa man ata Allah bi qalbin salim, për vetë se ai i cili vjen tek Allahu me zemër të shëndosh. Zemra e shëndosh është ajo zemër e cila pendohet te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj e kam përmend al-isti'ana, kërkimi ndihmë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj al-istighatha, kërkimi mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala. Pastaj al-isti'adha, kërkimi mbrojtje. Pastaj al-istighatha, kërkimi ndihmë në mënyrë urgjente, sikurse ai i cili po fundoset në ujë. Sikurse ai i cili po fundoset në ujë. Si do të jetë lutja e tina, si do të jetë kërkesa e tina drejt Allahu subhanahu wa taala, edhe në momentet më kritike, nuk guxon robi me u drejtu te dikush tjetër për vetëm se te Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka të bëj me zemrën, kjo ka të bëj me adhurimin, dhe jo me kërku ndihmë prej atij i cili është afër teje dhe ka mundësi me të ndihmu. Ama
prej atij i cili është afër teje, ti guxon me lyp ndim, edhe të ndihmon, dhe ka mundësi edhe shpëton. Mirë po, jo me besu se ky është ai i cili të shpëtoj tyje. Po ky është sebepi të cilin Allahu e ka qu për me të shpëtu tyje. Allahu është ai i cili të ka shpëtu tyje, realisht. Kurse ky është sebepi. Dhe se nuk guxon robi me lut robin në ata që nuk ka mundësi ai me veprua. Nuk guxon robi me e lut robin i cili është i ngjashëm me të, me ata që nuk ka mundësi me e kryaj. Për shembull, me ka dikush larg që as nuk nin, as nuk qeh, dhe ti me kërku prej tij në ndihmes. Kjo hyn në radhët e shirkut. Dhe se robi duhet me u kujdes shumë për veprat e tina, për shkak se çështjet e akides prekin o kime qenë në zonën e tauhidit, të cilën zonë Allahu e ka obligu për mua dhe për ty, ose kime prek me njëran në zonën e harameve, që në zonë e harame mes tauhidit nuk ka harame, po ka zona e shirkut, është zona e kuqe e shirkut. E nëse robi prek në ta, atëherë ka prek në imanin dhe fejen e tina. E shumë prej veprave të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëru: ja ayuhan nasu ubudu rabbakum, o ju njerëz, adhurojeni me këto vepra vetëm Zotin e juve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.